Ish-deputetja e Partisë Demokratike Flutur Aqka ka ngritur sërish alarmin për krizën e brendshme në opozit, duke theksuar se pa reformim të thellë dhe pajtim mes aktorëve të saj, nuk mund të ketë ringritje politike. Aqka u shpreh se opozita hyn në çdo palë zgjedhje me barrën e humbjeve të pashëruara, çka vazhdon ta mbaj peng edhe sot. Ne nuk kemi nevojë për kozmetik sot. Duke u marrë me gjëra anësore, ne do të merremi me thelbin e gjës. Çfarë do të bëjmë me forcën tonë politike? A do të japim asaj frym fituese që të shpëtojmë nga mantra e humbjes, se vdiqem nga kjo mantra e humbjes. Ne vazhdojmë të hymë në përzgjedhje lokale, pjesore, lokale, tërësore, qendrore, të kuvendore, ne hymë me mantrën e humbjes. Si do shpëtojmë nga mantra e humbjes? Vetëm përmes reformimit të thellë. Pa bërë këtë kalim, domethënë pa bërë edhe para kësaj, edhe një kuvend pajtimi. Ne jemi të hidhnuar me njëri tjetrin. Shikoni ç'bëhet bëhet me rrjetet sociale, jemi akoma të hidhruar. Kush na hidhroi? Për cilin interes jemi hidhruar? Kjo është çështja. Ka mundësi një ditë ta shohim njëri tjetrin në sy dhe themi jo, ne do të punojmë për demokracinë shqiptare dhe kjo fillon duke rregulluar partinë tënde. E pyetur nëse pajtimi mund të vijë me këtë leadership, Aqka u shpreh. Jo, kam frikë se leadershipi është moralisht, nuk them për korruptimin financiar nuk është detyra ime se s'merrem me këtë punë, korruptimi moral. Ai është më i rrezikshëm sepse ai na demoralizon të gjithëve neve. Flutur Aqka njihet për mendimin e saj kritik jo vetëm në radhët e Partisë Skuadron, por edhe në shkrime, teksa edhe në librin e fundit ka ngritur një sër akuzash, jo vetëm për qeverisin aktuale, por edhe vetë procesin e opozitës në tërësi.